العالمين وصلى الله على المرسلين وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Falënderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë për gjithçka, veçanërisht për ndërimin dhe begatinë më të madhe udhëzimin tonë islam. Paqja dhe bekimi i Madhit Zot qoftë mbi krejt profetët Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me temën teje të rëndësishme, sunnatullah, tradita e Allahut ose sjellja e Allahut me njerëzit në varësi të bindjes dhe mosbindjes tyre, dhe jemi pikërisht në ato rregulla hyjnore që kanë të bëjnë pra sjelljen e Zotit në lidhje me divergjencat, mospërputhjet ose përçarjet që kanë musliman me njërin tjetrin. Shpjeguam radhën e kaluar mospërputhja mes udhëheqësve, pse pushtetarëve dhe popullatës në tre llojet, domethënë të dy palët musliman dhe të dy palët pozitiv. Rastin që ka ndodh padrejtësi nga ana pushtetarëve, si reagohet dhe çfarë pritet për Allahut, dhe në rastin e fundit që pushtetarët janë dalë kafeja ose janë vetë shpallë musliman, po kanë realisht janë kundër Islamit. Tash do vazhdojmë me sqarimin e çështjes së mospërputhjes ose përçarjes mes individëve, pra musliman me njëri tjetrin. Dhe kjo ka disa këndvështrime ose disa raste. Për shembull, divergjencat ose mospërputhja mes ndjekësve të mëdhëbeve, pra shkollave juridike. Dihet që në historinë islame janë shënu, pra janë konsolidu shkollat ndryshme juridike. Po flasim për ato të ehli sunetit që janë katër, pra katër mëdhëbet, mëdhëbi Hanefi, Maliki, Shafii edhe Hambeli. Ka dhe mëdhëbe të tjera, po këto katër njihen si katër mëdhëbet e ehli sunetit, pra që janë kush ndjek ato ose e zbaton Islamin sipas këtyre, ka garancinë dhe është i sigurt që është mbrenda sunetit profetit alayhis salatu wassalam. Nuk është fraksion. Pra, nuk është fraksion, nuk është sekt. Pra kur themi sekt në Islam, nuk do të thotë që është dalë nga feja, është musliman, po i devijum. Musliman që ka probleme në ecurinë e vet, sidomos në konceptimet e veta. Kalojmë ke divergjencat ose mospërputhjet që kanë ndjekësit e këtyre mëdhëbeve me njëri tjetrin. Po flasim atë që është më afër nesh, mes katër mëdhëbeve që janë të ehli sunetit. E para punës, a duhet me ndjek muslimani një mëdhëb? Dhe sqarojmë pa fije në dyshimit që musliman përgjithësi do të ndjekin një mëdhëb, përveç atyre që janë gradë shumë e lartë, që sot pothuajse s'ka fare, ose thuhet që s'ka fare, që është grada e mujtahidit, do e shpjegojmë çfarë është edhe kjo. Tash pse duhet me ndjek mëdhëbin? Pra pse duhet me ndjek dietar? Me thonë më thjesht, dietar të vërtet që janë konfirmuar që janë dietar. Dhe nuk mund të shkojmë ka ajo që me aq sa di unë zbatoj Islamin, ose me aq sa di do të mjaftohem ose do të hap librat vet. Allahu për mëndit vet thot në Kur'an: "Was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Dhe pyetni njerëzit e dijes për atë kur nuk dini. Pra për ato që si dini. Njerëzit e dijes për sa i përket çështjeve të shariatit, për çështjeve të fesë në përgjithësi, që janë të konfirmuar historikisht, që i kanë konfirmuar, i kanë njoft dhe i kanë vërtetuar sinqeritetin dhe saktësinë e tyre dhe drejtqëndrimin e tyre, brez mos brezi, dietarët, jo njerëz shfardo, se dietari vlerëson dietarin, janë
prisit ose imamllarët e këtyne 4 mëdhëheve të Ehlus Sunnetit dhe çka janë në rrugën e atyne, ose të ngjashëm me këto, me nivelin e këtyne. Pra, urdhri i Kuranit është që me pyet atë që është më i ditur, pra njerëzit që janë të diturnisë përkatëse, kur nuk e dim. Pra është urdhër kuranor, është urdhër kuranor. Dhe nuk gëzon askush të vënë dyshim, aq më tepër ta kundërshtojë urdhrin kuranor. Kështu që ne, me aftësitë tona që kemi, me shkollë apo pa shkollë, pra flas shkollë fetare, shkollë të lartë apo pas universitare, të gjithë, domethënë përgjithësi musliman kanë garanci në saktësinë e çurisë vetë në rrugt të Allahut, duke ndjek një nga këto mëdhëhet, pra një nga këto shkolla teoretike që janë mirë njohura dhe me bindje pra që janë në rrugë në bindje që janë rrugë Zotit, në këtë ndjekje. Për këtë pse? Sepse ajeti i Kuranit na urdhon. Është shumë i qartë. Është shumë i qartë. Atëherë, kjo jo vetëm që lejohet, por thash, dhe se thamun e thonë dietarët, po deshe të kesh garanci në Islam, ndiq një mëdhëb. Çfarë do nga këto 4? Kur është tradit me një vend, një mëdhëb, ndiq mëdhëbin e vendit, e ke shumë atlet, ta njohësh, ta mësosh, dhe të gjesh njerëz që t'japin përgjigje sipas asaj shkolle juridike, dhe tek e funit i shmangës edhe asaj që është bërë problem sot ndër musliman për çarjes ose provokimit. Kur janë gjithë me mëdhëb, s'ka probleme fare. Siç ka qenë këtu në Shqipëri, dhe u shkatërru, Zoti e ktheh në gjendjen e parë, u shkatërru për çan njerëzit, u ndan me rryma, me nën-rryma, ka pas grindje, u ftof feja, u dolën ca prej feja krejt, pasoja nga më të rrezikshme deri ato që nuk falen. Vetëm Zoti e din. Atëherë, jo vetëm që lejohet të ndjekim mëdhëb, po është urdhër në përgjithësi për ato që se di besimtari të pyesi personin i njohës asaj çështje. Sikurse pyesin për miksin, pyesin për të rregulluar makinat ose në çështje tjetër, asnjë nuk e vën dyshim që lejohet dhe duhet me pyet atë që ti më tepër, derisa të kryejnë punë. Po çfarë nuk lejohet? Nuk lejohet që ndjekësi një mëdhëbi për një shkollë juridike të Ehlus Sunnetit, nuk lejohet që të ketë bindje dhe besimi që mëdhëbi i vet është 100% i sakt në formë absolute. Dhe ai dhe vetëm ai dhe mëdhëbi tjetër në çështjet, jo të gjithë çështjet, në çështjet që ka mos përputhje me mëdhëbin e vet, me shkollën e vet juridike, është gabim. Ne pse ndjekemi mëdhëb, nuk do të thotë që mohojmë dhe injorojmë mëdhëbe të tjera. Të gjithë i kemi sipër kokës. Ato janë dietar të vërtetuar brez mos brezi nga dietarët e çdo shekulli, të gjithë që janë Ehlus Sunnetit dhe janë mrena rrugës Zotit, mrena traditës profetike. Edhe pse ka mos përputhje në disa çështje, jo të gjitha çështjet. Për shembull, për çështje që janë para, janë forma spreme, që janë më të rëndësishme, nuk ka diskutim. Ka për çështje dorës 2, dorës 3, diçka. Rrallë mund të jetë ose për çështjet që janë më të thekshme dhe janë më të rëndësishme, për çështjet e besimit, janë të gjithë se nuk ka asnjë mos përputhje. Asnjë mos përputhje ka 4 imamllarë të mëdhëve. Dhe atë pikërisht aty ndahet jenë rrugë të vërtetë apo jo, këtë çështjet e besimit. Megjithatë, është fakt që për çështjet e shariatit, pra të fetvave, meseleve, çështjeve të ndryshme, i pjesë e madhe mes mëdhëbeve nuk ka përputhje, nuk ka dakordsi. Atëherë, neve kemi garanci që jemi në rregull, nëse ndjekim mëdhëb, pa pas bindjen që ky mëdhëb është absolut, sepse absolut në orientimin e vet dhe në gjykimin e vet i mbrojt pra nga shkarjet
Në fe ka qenë pejgamberi alayhi salatu selam. Mas profeti alayhi salatu selam, është e pamundur të ketë të garantuar 100% që nuk mund gabojë. Ai nuk mund gabojë në gjykim. Dhe i respektojmë tjerët dhe nuk i mohojmë tjerët dhe nuk i ignorojmë tjerët. Dhe nuk i quajmë çdo të kundërt, çdo të ndryshme, se jo gjitha jo çdo gjë e ndryshme është e kundërt. Nuk i hedhin poshtë ato të mëdhëve tjera, por thjesht që njeriu do eci pra do jetojë me në islam duke ndjek një mëdhëv. Dhe që divergjencat ose mos përputhjet rrezikojnë gjithmonë me sjellje, siç kanë sjell kanall, dhe novën sot e kësaj dite, armiqësina, pakënaqësina, injorimet njëri tjetrit, përçarje, deri ke edhe ato fizike, kanë në historinë islame. Jo shumë po kanë. Flas me në mëdhëbeve, duke qenë që nga ignoranca shumë musliman kanë kaluar në ekstrem. Debate sipër, janë zë gjaka, tjetri ka shton njëri, shton tjetri. Kjo është nga ignoranca. Thash gjithë janë të respektuar, gjithë janë të ehli sunetit. Për shembull, nëse shef një mëdhëbet Shafi'i që për çdo tekbir namaz nërejt durët, dhe në mëdhëbin Hanefi e kemi të rrept, këtë nuk e nërejnë durët, edhe një herë kur lidhemi namaz, nuk do të thotë, nuk kemi në drejtë të themi që ajo është gabim, dhe vetëm ne jemi në rregull, jo. Dietarët e mëdhëbit atij, i pari Imam Shafi'i ka pas argumentet e veta. Edhe Imam Abu Hanifi edhe në zonësit ati kanë pas argumentet e veta. Por derisa gjithë cili vjen me argument, nuk më thosh që është gabim. Mund tjetë njëri mund ta ketë argumentin më të fortë se tjetri, kjo është çështje tjetër, dhe nuk është çështja jonë. Është çështja e dietarëve që janë të aftë me i bë këto krahasime. Dhe ato të mëdhtë shpesh thonë, kështu ka menuar ky, kështu ka argumentuar ky, kështu ka argumentuar tjetri, dhe nuk e them dot që ku anon, ka shumë raste që ku anon argumenti, ku më i fortë argumenti. Aq më tepër neve që nuk në lejohet që qoftë tillë. Që ta ignorojmë tjetrin, pra thjesht se është ndryshe nga ne, ose është i mëdhëb tjetër. Kjo është haram. Atëherë, përderisa ka pasojë kjo mos përputhje, atëherë duhet me punu për çfarë? E para për ta parandalu, që mos sjelli përçarje, mos sjelli dëme mes muslimanëve në islam. Dhe kur bëhet i qartë qëndrimi me ato që tham, qëndrimi i muslimanit, pra në lidhje me tjetrin, pra me mëdhëbin tjetër ose ndjekësin e mëdhëbit tjetër, ka njohuri që t'ja zbut zemrën, ja ndriçon mendjen, që mos të ketë asnjë lloj urrëtie, asnjë lloj keq kuptimi, atëherë vetë u shmangin këto armiqësina ose pakënaqësina, ose deri edhe në urrëtie. Gjëja e parë, ajo që tham, çfarë duhet di një musliman për mëdhëbet tjera, pra prisit imamlarët e këtyre mëdhëbeve dhe ato që kanë ndjek ato. E para duhet ta di që këto janë gjigant të diturisë islame. Janë vërtet, e ka vërtetuar koha, siç e tham, që janë vërtet trashëgimtarët profetit alayhi salatu wassalam. Gjëja e parë. Dhe niveli atyne, jo me nivelin tonë, por edhe me nivelin e dietarëve më të mëdhenj të kohës tonë, është shumë larg. Është shumë larg. Kjo është e para punës. E dyta, duhet ta dim që fatfat dhe përpirimin e ligjeve hyjnore, që ato kanë nxjerrë duke shfrytzuar tekstin hyjnor, Kur'anin, Sunetin, pra çka ka të trashëgimin profetike, e kanë nxjerrë mbas parimeve një metodologjie që në çdo hap dhe në çdo rregull të shfrytëzimit të tekstit hyjnor janë vërtetuar dhe vetë parimet dhe vetë metodologjia është e vërtetuar pse duhet përdor ose si duhet përdor pra për shfrytëzuar tekstin hyjnor që të
përpilohen ligje edhe apo tipen fetva për çdo lloj çështje tjetrës. Pra kjo ka qenë përpjekje aty në mos ato kanë qenë të aftë për një gjë të tillë, për një nivel të tillë. Kur ne themi që ndjekim një mëdhëp, pra ndjekim një mëdhëp duke pyet për çdo çështje, gojarisht ose nëse do ishim në atë kohë gjallë, kur ato ishin gjallë, ato vetë, ose i kthehemi literaturës që ato kanë lënë, ose më mirë dhe më sakta është njerëzve që kanë studiu mëdhëpin, pra janë profesionistë në të punë. Sidomos për gjëra që janë thella ose të koklavitura. Pra atëherë nëse këto 4 shkollat juridike të Ehli Sunetit janë të konsoliduar, janë të vërtetuar për drejtqëndrimin e vet, për saktësinë e vet. Atëherë asnjë musliman nuk ka drejt ta injorojë, pra të jetë thjesht për disa çështje që ka mos përputhje. Dhe nuk mund ta quaj pra çdo gjë që vjen ndryshe, siç e tham, gabim. Çdo gjë që është ndryshe, gabim. Sepse kjo sjell deri ke Maria, ke urrëtia, ke inodhi, edhe ke ballafaqimi armiqësor me njëri tjetrin ose grupe njerëzish, ndjekës mëdhëpit caktuar gjithsecili, kanë hodhur historinë islame, faktikisht kanë hodhur, por këta janë mësim për ne. Janë mësim për ne dhe tjetë që qa e dëmtoni metin, qa sjell ke përçarja, është e qortueshme për Allahut, pra është e dënueshme. Një çështje tjetër. Kemi rrym që ka 200 vjet që ka dalë, që këto injorojnë dhe mohojnë apo nuk e lejojnë, e bëjnë haram të ndjekësh një mëdhëp, Në fillim u njoftën si Neçdi, pastaj Wahabin, ndjekës të Ibn Abdul Wahabit, sekt shumë i rrezikshëm. Pastaj u kamufluan dhe u paraqitën dhe, domethënë, para 100 vjeç avarsisht, gjetën një term që, domethënë, ja zbukuron atë që brendinë vet, që quhet vetëm selefi, pra të parë në ndjehemi ndjekës të brezit parë, pra ecim në Islam si mos shembull brezat parë që për cilët ka dëshmuar profeti alayhi salatu wassalam, që janë brezi më i mirë është brezi, pastaj ato që vinë mas tyre, pastaj ato që vinë mas atyre. Kjo rrym mund të ketë një rrym tjetër që nuk e lejon ndjekjen e një mëdhëpi. A para punës, këto që këtë terminologjia që i kanë që thonë vetë selefi, janë false, janë gabim, sepse pika referuese ose dietari që kanë referencë këto është Ibn Taymija, shekullit 7 Hijri. Amo ne që nuk arrafim gjoksin, që jemi si brezat më të mirë, brezat e parë, konkretisht i themi jemi ndjekës të atyre me fakte, me zinxhir. Për shembull, ato që ndjekin mëdhëpin, Hanefit e Abu Hanifës. Abu Hanifa ka qenë me nga brezat e parë, ka qenë tabiin, ka qenë brezi i dytë. Vetëm i hallk e ndan nga zinxhirit e ndan nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka marrë mësim nga sahabë, shok profeta alayhi salatu wassalam. Pra Abu Hanifa, ato sahabët që shokët e profetit alayhi salatu wassalam, nga ku ka marrë mësim me Abu Hanifa, pastaj direkt pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ne jemi mbrënë edhe me këtë term, po dhe pa qenë falso fare dhe pa qenë pretendues pa bazë. Por amo, njeriu muslimani ka haram të rrafi gjoksin pra të lavdrohet e para punës. E dyta, nëse pretendon diçka, duhet ta vërtetoj. Ti pretendon që, sepse feja me zinxhir është. Feja është me zinxhir, do mbështetesh me zinxhir transmetim deri ke pejgamberi alayhi salatu wassalam. Atëherë, kjo rrym pikërisht, kjo rrym që e mohon ose e quhen haram, e quhen ndalume të ndjekësh, të imitosh një mëdhëp, konkretisht ndjekin
një dietar ose i pesë mëdha e këtyne ndjekin dietarët kohës, ose mendjen e vetë si mas kapacitetit që kanë. Se do të shpjegojmë edhe këtë çështje. Si mund ta mohojë njeriu ndjekjen e një mëdhëpi që njihet që është ehli sunet, është i vërtetuar brez mas brezi, shekull mas shekulli, dhe në fund fare dhe i fton musliman që të ecin pa asnjë lloj shkolle juridike, pa asnjë lloj modeli, dhe konkretisht i bën që ndiq mëdhëpin tim. Gjithë secili pretendon konkretisht, edhe pse s'pohon me gojë, edhe pse nuk e pranon kurrë po ta akuzosh. Po kjo është realiteti. Realiteti është që ti që po më thumë mos ndjek mëdhëp që njihet, i shkollë juridike që njihet, atëherë çan ndjek. Do ndjek ty ose dikush nga njerëzit muslimanë të sotëm që ka i farë diturie, edhe i bën me ndjek mëdhëpin e atij. Po atëherë garanciun kam ato të parët, jo me këto sot. Në gjithë drejtime. Kjo rrym, pra ka shkaktu përçarje të mëdha në Islam, është përçarje historike deri sot e kësaj dite. Është përhap shumë, është investu shumë, kanë dalë shumë palame kësaj rryme, ka dalë që perëndimi i intereson deri, domethënë, pushtetar ose qeveritar të Amerikës e kanë diskutuar dhe e kanë deklaruar ndërhyrjen e vet që kanë shtetet e gjuhut persik për sa i përket teksteve shkollore të lëndës fetare për të përhap ato thonë ekstremizmin, pa ekstremizmi në ato vende nuk ka qenë o mëdhëpi Hanefi ose mëdhëpi Hambeli që kanë qenë gjithë ata e sunetit ne i respektojmë dhe i kemi si për kokës gjithë, sa ju unë atë rrymë që sa ju unë, ju interesoj Britanisë, e sponsorizoi Britania afërsisht para 200 vjetëve, sponsorizoi edhe kush është mbrapa Britanisë nga ndërtuesit e Izraelit sotëm, dhe sionizmit, ai sa kanë dalë hapët, zyrtarët amerikanë që kanë thonë neve i kemi dhënë këtë drejtim me detaje teksteve shkollore të Arabisë Saudite kryesisht e ca vendeve tjera për ta përhapur këtë rrymë. Gjërat janë sheshit vetëm ai që s'do me njohë vërtetën. Janë shumë të qarta. Ne nuk do presim, domethënë një musliman i sinqert që ka mundësi me studiu, me kontaktu me dietarë të mëdhenj, me sqaruar këtë çështje, që janë sqaruar që në kohën kur ka lindë kjo rrymë. Janë sqaruar me kohë. Por kur Allahu i del borxhit ummetit, bën që armiqtë e Islamit të deklarojnë vetë se çfarë punë, çfarë intriga, çfarë kurthe kanë bë për të shkatërruar muslimanë, për të shkatërruar fenë muslimane, për të përçarë me njëri tjetrin, atëherë Zoti i ka dalë borxhit gjithë. Kush? Nga hoxhallarët ose prisit, ose mësuesit e fesë, ose predikuesit. Intereson rroga që merr nga gjuhë persik, nga $50, vazhdoj, hesabin e ka me Allahun. Unë e kam për detyrë me sqaru. Ai sa të ka mundësi me i bë prit këtij provokimi kaq të madh që ka qenë, thash ka mbi 200 vjet, ka qenë si lëvizja që ka qenë domthonë më parët dhe më gjakderse dhe më përçarëse që e goditi rënd themelet e perandorisë osmane. Dhe kjo atëherë erdhi perandoria osmane erdhi duke u shkatërruar derisa u shpërbë krejt. Edhe sot e kësaj dite. Atëherë detyra jonë është me qenë sqarues. Ai njeri që pretendon që të ndjekësh një mëdhëp është gabim. E para punës bjen tesh me ajetin e Kuranit. Ço më thon me ndjekje mëdhëp, me ndjek tërësinë e ligjeve të fesë, shariatit që i kanë nxjerrë dietar të vërtet, konfirmuar, njohur nga Kurani dhe nga
tradita nga trashëgimia profetike, nga suneti pejgamberit alayhis salam. Dhe mas aty në brez janë ripa, janë ristudiu. Kjo është në përputhje me urdhën koranor që was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Dhe pyesni njerëzit e dijes nëse jeni që se dini, pra për gjallat që se dini. Pra nëse jeni këtë nivel, atëherë pyet ato. Kjo rrymë që i mohon drejtën, pra i qun haram, e qun devijim, e qun gabim, me ndjek një mëdhe, pra një shkollë juridike të ahli sunetit, gjoja parë që bëjnë bin desh me këtë ajet Kur'an. Bin desh me këtë ajet Kur'an. E para, pa llogarit tjera që janë shkruajt libra për këtë rrymë, për damet, deri sot e kësaj dite ka dietar, zoti e shpërbleft, që sqarojnë me detaje, duke analizuar devijimet e dietarëve të kësaj rrymë që i kanë shkruajtur edhe në për libra. Domethënë edhe duke pa nga ana tjetër numrin e madh të viktimave që ka kjo rrymë. Pra, jo mëdhëbizmi quhet, jo mëdhëbizmi, realisht është vahabizmi, që tamam thelbin e vet janë ringjallës të sektit Khawarij, për të cilët ka parlemuar profeti alayhis salam, që ka qenë gjallë dhe dolën në mënyrë të organizuar me shpatë në dorë, gjyn kotë Hazreti Aliut radhiyallahu anhu, i cili kur ishte gjallë i dha dërmën i pjesë të madhe aty në shpartavoj, po vazhdoi, sprova aty në vazhdoi dhe ilaçi erdhi prej Allahut, kur Allahu i boni që i pjesë e madhe të aty në të eliminojnë njëri tjetrin. Sa realisht kjo lloj tendence që ti mos ndjek i mëdhe, pra mos ndjek një që është i aftë, që zbërtha Kur'anin dhe Sunetin. Ti unë janë të pa aftë. Atëherë që do të formohet feja. Vetë do të formohet feja, s'ka asnjë lloj garancie. Atëherë të bëjmë ndjek o menjëntatë ose një ignorant, që s'është vërtetuar për aftësi të tillë. Unë bëj mori shembull. Gjithë në dimi dhënë makinës, ose shumica njerëzve dimi dhënë makinës. Ka nga ato që dinë të japin makinës, të rregullojnë 30% makinës. Ka që dinë me rregullu 90%. Ka që janë edhe më të rrallë, që dinë çdo gjë në makinë të rregullojnë që ose prishin. Mund themi ne që gjithë ne që dinë ta përdorim makinën, ose dhe pjesërisht ta riparojmë atë, mund thot nga një nga ne që ne jemi të aftë, që makina duke qenë se na fillën e vet mineral, ose thuj naft për pjesët plastike, thuj mineral nga shkami, dheu, që janë elemente tjera, deri ke xhomi kuarci, a mund themi ne që ose dikush nga ato që di ta përdori makinën, edhe ta rregullojë, që është i aftë, që ta mori nga minerali, ta pasuroj mineralin, ta pastroj, ta përpunoj, ta bëj detaj dhe në fund fare të formoj makinë. Ta mori ka fillimin në fund, ka fillimit derisa ta bëj një makinë mjet përdorshme. Ka në njëri sot që mund ta thotë, mund ta bëj këtë. Mund të jetë një shumë rrallë, flas për një makinë. Imamllarët e katër mëdhëbe dhe ato që kanë arrit gradën e këtyre që quhet ijtihad, që term arabisht, kanë qenë aftë që ajo që është burimi, siç është minerali ke makina ose pradhimi një pajisje, me qoftë në dhe në shkom apo nafta, këto dietarë kanë qenë aftë që nga burimi që është Kurani, Suneti, të plotësojnë gjitha çështjet e jetës, të japin për çdo çështje të jetës fetva ose orientim ose gjykim fetar, vendim fetar. Kjo është aftësia, ka qenë aftësia e këtyre njerëzve. Sa thuhet që s'ka, mund të jenë të aftë për gradën e këtyre për tema të caktuara, jo për krejt Islamin. Vjen një që ka mësuar 5, domethënë mund të jetë as ka 2% ose 5% i njohurive këtyre gjigantëve të Islamit. Dhe thotë që ti mos ndiq më dhëtë, thotë. Apo si me la thonë, sot ti
do ta prodhosh makinën vetë, do të jesh gjej mineralin, vetëm me qenë jaftë me gjet mineralin, është zanot vetë. Pastaj me përpunu, pastaj me po të tel, pastaj me montu, ka shumë punë. Unë mori shembull që tjetë më afër mene, çfarë niveli kanë pas ato njerëz. Kush mund ta thotë në sot, këto ignorant, komplet ignorant. Mund të jetë në universitet islamik me master, doktoratur. Ai që thotë këtë fjalë, domethënë, i jep vetes vet, mirë vetes vet që mund ta rremendja. Po i jep të drejtën edhe një gjë shumë aposhtë në njohuri islame, ti më pak se vetja vet, që me një kapacitet kufizum, tepër të kufizum dituria, e ngrej nivelin e mustahidit, pra e këtyre njerëzve, këtyre imamlarëve të mëj, dhe thos ti s'ke nevojë me ndjek ato, thot, po ti lexoje Kur'anin direkt edhe i qet ligjet edhe rregullat e Islamit direkt. Kjo kuthret qameti. Kjo është kuthret qameti. Dhe kjo rrymë ka përhap shumë. Para ca vitesh në xhamiat e Shqipërisë ka pas konflikte, ka pas debate nga më të papamet. Ka përku kjo pak para luftës së Siris dhe nuk ishte kot, ishte sponsorizuar, ishte afryme. Me i fjalë, kur të vjet dikush thotë mos ndiqni me dhëp, o ka për qëllim ndjeksh atë, ose një të ngjashëm me atë. Po, jam të pas garanci nga ato që janë ka të shmu krejt i meti që e meritojnë dhe kanë qenë aftë dhe të sigurt për të ndjekë. Në qase të thush, për garanci, përveç dietarëve, brez mos brezi që kanë vërtetu saktësinë aty dhe nivelin aty, po para Abu Hanifën ka hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në qase të jetë ditunia me një planet, ka përmend një planet, do të vi një nga jo arabët ta sjelli. Po ajo fjala ka dy kuptime, po në qase të jetë poshtë tokës do ta nxjerrin. Dhe kur ashtu Abu Hanifja si dietar i madh, gjithë dietarët e kohës kanë thonë kjo thënie profetike është për filan person për Abu Hanifën. Ka më garanci më? Për shembull Imam i Medinës, kështu ka për Imam Maliku, e ka përmend profeti alayhis salatu wassalam. Ke garanci edhe nga shpallja hyjnore, po edhe nga dëshmia e njerëzve të aftë për gjiku se kush për të ndjek, kush e meriton për të ndjek. Nëse njerëzit sqarohen për këtë gjona, atëherë ne menim të Allahut ç'a bëjmë? I bëjmë profilaksi, i bëjmë parandalim për çarjes që vjen nga muslimanët që pretendojnë që e ndalojnë ndjekjen e mëdhëbit dhe atyre që ndjekin mëdhëbet. Nëse ka person që ka arrit gradën e ijtihadit, për gradën e këtyre dietarëve, është me fjalë tjera, është i aftë që nga shpallja hyjnore, nga Kurani, nga Suneti, dhe që ka ardhur nga brezat e parë, për çdo çështje të jetës të japi vendim, fetva, gjykim fetar, po ky një person, nëse ka arrit këtë gradë, ky nuk është i detyruar të ndjekë asnjë mëdhëp. Po. Kush është? Thuhet që sot s'ka këtë gradë. Po edhe po pas, unë qose ndjeki me dhep, jam në rregull, e kam garanci. Dhe kjo pikë do më thonë, pretendimi i dikujt që ka arrit këtë grad, pa e arrit, është, do më thonë, e para është haram, është gjinof i madh, është mashtrim për tjerët, dhe është dëm i madh që i sjell muslimanëve të tjerë. Sepse njeriu, nëse jep gjykim, pa arrit këtë grad, pra gjykim nga vetja, pa arrit këtë grad, do më thonë, nuk është i aftë të argumentoj me Kur'an, me Sunet, e që ka parimi Islami, për të vërtetuar një gjykim fetar, një fetva. Atëherë, do i bi, ose do e thot nga menja vet, që nuk lejohet, ose nga pasioni ose dëshira, ose nga qëllim personal që ka, ose me ignorancë. Pra, kjo nuk lejohet. Dhe pasojat janë shumë të mëdha. Do e komentoj librin e Allahut sipas menjes vet, qefit vet, pa shfrytzuar çfarë trashëgimin, pra e komentit Kuranit që ka ardhur nga e para nga profeti alayhis salatu wassalam, nga brezi i parë dhe nga brezi i dytë.
Tjetër, nëse dikush, siç e kemi ngjuar shpesh, po nga një arrym, ose disa që nuk e din fare se çfarë rrymë janë, po thjesht i ka marrë vala dhe rryma, që godasin dhe sulmojnë dhe ofendojnë dhe folin keq për imamllarët e 4 mëdhëbeve. E para punës do na mjaftonte vetëm një ajet Kurani. E para punës është argument që ato janë ignorant. Nëse i musliman sulmon një llos një nga këto 4 imamllar dhe ato që janë gradës këtyne, atëherë ky është argumenti më i fortë që tregon për ignorancën e këtyre njerëzve. Jo vetëm ignorancën, po edhe urrëtitjen e pa bazë dhe ndjekjen e pasioneve, jo të argumentit. Mendoj njerëz që ndjekin pasionet tekat e vet dhe jo argumentin, dhe argument që janë kundër Kuranit dhe Sunetit. Pse janë kundër Kuranit dhe Sunetit? Allahu për madhëninë vet thotë: "Yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat." Allahu i larton ato që besojnë prej jush, pra gradimi i parë, diferencimi i parë, besimtarë dhe jo besimtarë. Pra besimtarët janë më lart nga besimtarët, nga jo besimtarët, nga mohuesit. Edhe atyre që ju dha dituni në grad. Pra pasi nga mesi i besimtarëve, Allahu ka ndrejt më lart që dietarët. Pra ti e kundër vullnetit nëse një llos, nëse shan, nëse do të injorosh, nëse do të poshtorosh ato që janë vërtetuar që janë dietarë, brezmos sidomos. Ti bën ndesh me vullnetin e Zotit që po ta tregon qartë ky ajet Kurani. Kur do Allahu me e nderu dhe me e lartu, në grad, në alta. Atëherë ti po don me kundërshtu Zotin, ti don ta poshtrosh. Mon vetëm 4 sipërisht haram. Me qëndrimi i tillë tregon, nuk tregon gjë tjetër, vetë ignorancën e këtyre njerëzve dhe kundërshtinë që këto, ndoshta pa e kuptuar, kanë me vetë Zotin. Kanë me vetë Zotin. Ky ajet Kurani e vërteton. Ose thot profeti alayhi salatu wassalam: "Yashfa'u yawm al-qiyamah thalatha al-anbiya thumma al-ulama thumma ash-shuhada." Do të jepet do ndërmjetësojnë ditën e Kiametit. Pra Allahu ditën e Kiametit për besimtarët gjinofqar do japi mundësi ndërmjetësimi 3 kategori njerëzish. Të parët janë profetët. Do japi drejt Allahu me ndërmjetësu për popullin e vet. Pastaj çka ka përmend dytë? Dietarët. Ato që janë dietarë ke Allahu, që do japi Zoti drejtën e ndërmjetësisë. Pastaj dëshmorët. I dëshmor, thuhet nga profeti alayhi salatu wasalam, ka drejt me ndërmjetësuar që ka shahid në rrugt të Allahut. 70 veta është i transmetim. Çfarë ka dhe i dëshirë, kryesisht nga fisi vet, nga njerëzit që dojë. Mëno ka vu më mirë mos profetëve, ka vu çka ka vu profeti alayhi salatu wasalam, ka vu Allahu. Në radhë dietarët për pas drejtën e ndërmjetësimit, dietarët. Është ti kur një llosi dietar që është vërtetuar shekull pas shekull që janë dietar. Ti po do të poshtrosh atë që ka ndëruar Allahu në këtë botë dhe në botën tjetër. Edhe në botën tjetër. I ka dhënë drejtën e ndërmjetësisë para dëshmorëve dhe mas profetëve. Shikoj çka gradi. Shikoni çka gradi. Ka shumë argumente për të folë, për të vërtetuar nga Kurani, nga profeti alayhi salatu wasalam, që njerëzit, ato njerëz, qofshin edhe rrym, qofshin edhe grup njerëzish, musliman, qofshin, me 5 vakte namazë me të gjitha. Në këtë pikë, lidhe me këtë pikë, nëse hedhin bardh dhe ignorojnë, dhe denigrojnë dhe përçmojnë, përdhosin dietarët e umetit që janë vërtetuar, po nga dietarët më që janë dietarë, ato tregojnë ignorancën e vet me këtë ajet Kurani edhe me ajet e tjera. Me qëndrimin e profetit alayhi salatu wasalam, i cili një rast ka thënë është i mallkuar ai njeri që don të poshtroj atë që ka ndëruar Allahu. Don të poshtroj atë që ka ndëruar Allahu. Do të këtë mjafton me pas fryk. Okej, do të kesh fryk me dash me poshtruar njëri të zakonshëm. Njëri të zakonshëm. Fund fare edhe një që është i haramit,
Zguxo do të me I vu vullën, sepse se din se e mbyll jetën. Mendo për I dietarë që të mallë që u vërtetu, që janë nga madh mëjt e imetit. E lejmë këtu, ose ajeti Kuranit, më fali, thënia e profetit alayhi salatu selam, men yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Ati njeriu që Allahu ja do të mirën hajrin, I dhuron të kuptuarit e fesë. Dhe të kuptuarit e fesë, në kulmin e vet është aftësia që ti nëpërmjet Kuranit dhe Sunetit nxjerrësh ligjet, përpilosh ligje apo fetva. Domethënë ty këto njerëz, sidomos katër imamlarët e mëdhëbeve, kur dihet gjithë trashëgimia që kanë lënë, dihet gjithë që e kanë pas këtë aftësi, pse e kanë pas këtë aftësi? Aftësi të kuptojnë, ju ka dhuruar të kuptuarit e fesë. Atëherë kjo aftësi ju ka dhënë se ka dash Allahu. Pa ti e kundër vullnetit të Zotit, kur I sulmon këto njerëz, është shumë e rëndë. E lutsim Allahu na mësoj atë që se dim dhe na shtoj ditënin. Na jap dobi nga ditunia që në dhuron, edhe ta ruaj nga ditunia që nuk ka dobi, ta ruaj nga ajo lloj zemre që nuk bindet për mendin e tij, nga nefsi, nga uni që s'ngohet, nga veprat për cilave nuk kënaqet dhe nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ali sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.